të cilat shkojnë më tepër ndoshta në drejtim të makiavelizmit politik të dy palëve, dikush fituesi zgjedhët që të mbajë të gjitha mjetet e kushtet dhe mënyrat, pushtetin, gjitha hallkat e pushtetit dhe shtyllat, pala tjetër po ashtu në disproporcion me fuqinë politike, me atë që ka fituar nga zgjedhjet dhe nga votuesi, pretendon që, siç e dëgjuam, që pak është presidenti, po pak është edhe zëvendës kryeministrit që janë ofruar më herët, ministri jashtë me ministra tjera, dikastere tjera, që do të thotë thjesht të dy palët janë të papërgjeshme, diçka që do duhej ta bënin një marrëveshje, një bisedë për disa minuta, pa dashur ta simplifikoj, ta thjeshtojnë atë masë të pakuptueshmërisë, por kështu bëhet diplomaci, kështu bëhet politikë të përgjeshme dhe etike e morale, me minimum etike e morale. S'po flas për ndonjë shkallë lartë liberalizmit politik dhe të esencës së demokracisë. Këta nuk merren vesh dhe thjesht po duhen ta çojnë vendin zgjedhje përsërit. Pashmangshëm, pra vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Ata kanë me të vërtet, kanë mundësi edhe... Apo kërkojnë LDK shumë në këtë moment? Siç po thotë Kurti që nuk është në proporcion kërkesa tyre me përqindjen që ka marrë. Cili më pak unë po flas për sjelljen e tyre thjesht makiaveliste dhe kjo flet shumë për ata që kuptojnë. Sepse thjesht po kërkojnë të dy palët në pozicionet e tyre të fortifikuara, më shumë se sa momenti e kërkon, se sa kompromisi e kërkon, është një instrument demokratik, se sa gjendja emergjente, nyja që e kanë krijuar e gordit këta njerëz, nëse do ne edhe them Barakili mund të quhet, që thjesht po e sakrifikojnë shtetin, republikën, qytetarin, imazhin ndërkombëtar, por e kanë përdosur për toke, në dobi të interesave tyre dhe varavinga politike dhe beteja politike që s'kan fund, duke deklaruar se do të ardhëzojnë, kanë qëllim njëri tjetrin ose do ta pengojnë njëri tjetrin që të mos bashkohen, të mos formojnë institucione që është imperativ i domosdoshëm, që është përgjegjësi edhe deputetëve. Unë këtu me lejen e juaj për disa sekonda do ta zgjerosha përgjegjësinë edhe të deputetëve, se si është e mundur që e kanë marrë mandatin, po mandati me kushtetutë është personal, ata mund të menaxhojnë me atë, mirë po kanë marrë nga sovrani dhe kjo nuk do të thotë që ata mund të bëjnë çdo gjë, dhe çka do të thotë çdo gjë, kuptimi negativ të fjalës, ata po janë aq disiplinuar tash, që një vit e gjysmë ndaj leadershipit të tyre, qoftë pozitë, qoftë opozitë, se është e pakuptueshme, e lejnë anash obligimin e tyre që t'i bëjnë institucionet, përgjegjësinë e tyre që të kontribuojnë në funksionalizimin e institucioneve dhe në ndërtimin e shtetit. Ju, Kasapolli, si shihni këtë arsyetimin që po jep Kurti, që ka dallime